i kam njoftuar, nuk mund të flas për partitë e tjera, ka marrë gatishmëri të disa prej liderëve, pra po flasim për qeveri nacionale të tranzicionit, të një unitetit të tanishëm, të domosdoshëm për Republikën e Kosovës, me afat të shkurt, me kryeministër dhe kabinet unifikues Republikën e Kosovës deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Patjetër, po flasim për një gjendje të blogadës institucionale, të një krize të madhe të brendshme dhe të jashtme politike të Republikës Kosovës. Nga kjo krizë mund dalim nga pozicionet e tanishme, para se të shkojmë në zgjedhje, na duhet një qeveri kombëtare e tranzicionit, pjesës së cilës jemi të gjitha partitë politike. Arsyet kemi takim, por jam i gatshëm të ftojmë dhe liderë të tjerë, jemi gjithë pjesë e jetës publike në Kosovë, përfaqësojmë qytetarët të vendit, njerëz tanë, cilët kërkojnë zgjidhje nga ne dhe besoj që uniteti në periudhë të caktuar i shërben edhe emancipimit shoqëror, edhe shërimit polarizimit për cilën është fajtor zoti Kurti personalisht, po edhe jep një orientim të mbarë për Republikën e Kosovës, sepse dallimet tona janë të vlerave para se të jenë individuale. Nuk jam këtu për vlerësuar, unë kam përcjell një letër tani drejt zotit Kurtit, edhe në atë letër kam shfaqur pozicionet e LDK-s dhe të ardhmen për Republikën e Kosovës, ju ftoj të analizoni dhe më pas ndoshta të krahasoni. Por në politik nuk jemi për perseksione individuale, e as më pak për treguar se çfarë preferojnë vetuesit e një partie tjetër. Për ato flas unë. Nuk kemi komunikim tjetër, pra letra e djeshme e ardhur në zyrën e LDK-s është trajtuar me seriozitet dhe respekt. Po kthehemi me përgjigje me një letër dhe po kthehemi me thirrje për një momentum të ri politik. Po përkrijojmë një momentum të ri politik dhe i ftojmë gjitha partitë politike shqiptare që të jenë pjesë e këtij momentumi për të dhënë zgjidhje. Nëse nuk duan të jenë pjesë e kësaj politike, le të vazhdojmë me plagada institucionale që kemi tani. Tani, ideja e komunikimit dhe njoftimit të partive tjera është ide burimore dhe minimaliste korrekte prej LDK-s. Pra unë i kam njoftuar për pozicionin tonë. Unë nuk pres diçka tjetër përveç se qëndrimit të pavarura të partive politike, përso punë për LDK dhe s'pretendoj të marr as rol tjetër çfarë më takon. Por i kam njoftuar të gjithë liderët e partive politike shqiptare, dhe më pas do të jetë çështje partive ndamas se çfarë do thonë, mund të them se zoti Haradinaj sapo më shkroi pas dhe pranoi një ide të tillë, por do ta pyesni atë. Pra unë po flas për idenë e propozuar nga unë sekretari i LDK-s, ju njoftoj se këtë ide duhet t'ja parashtoj edhe kryesisë së LDK-s, sepse unë vetëm propozoj ja propozime në konsultim me kryetarët e partisë, e më pas me kryetar bashkarisht të propozojmë në kryesi dhe nëse duhet kemi një iniciativë më konkrete, duhet të flasim tek Këshilli i Përgjithshëm, këto janë çështje partijake të brendshme. Siçani, ne duhet ulemi në tavolinë të flasim për atë çështje, më pas është proces shumë i gjatë. E para le të nisim një proces që nis zhbllokimin e krizës së tanishme dhe krijon një momentum të mirë politik për Republikën e Kosovës brenda një afati të shkurtë, por duhet të jetë kryeminist unifikues, duhet të jetë kabinet me ministra unifikues e jo fare polarizues. Nuk besoj se letra kam prej ende. Jo, unë paralelisht me dërgimin e letrës vendosa të drejtojmë juve për shkak të respektit që ma për punën e madhe që vënë ju. Në momentin e parë, 24 shtatë, që liderët politik shqiptar janë të gatshëm të bëjnë një takim të tillë. Qëndrimi i LDK-s është i pandryshueshëm. Pra, e para, qëndrimi i LDK-s është i pandryshueshëm. Mos e ngritni si temë, nuk do ndryshoj. Nuk do ndryshoj ky qëndrim pavarësisht se vjen një letër apo sa letra vijnë. Është qëndrim politik i artikuluar, menduar dhe ndërtuar me kohë. Nuk e kam ndërmend as të tradhtoj votuesin e LDK-s, e as ta vendosi këtë votues në situata të palakmueshme që ndihet i mashtruar. Kjo kohë ka përfunduar. Pra, votuesit tanë, mbështetësit tanë, le të qëndrojnë qetë. Unë po flas për zgjidhje politike në një krizë të madhe në cilën është Kosova. Tash në fillim deri në zgjedhjen e presidentit e kam fjalën për periudhë, presidentit të ri. Ideja është e rikthimit të vlerave bazike të demokracisë, ndërtimit e një programe dhe agjende konkrete që i shpërfaqë më së miri vlerat burimore të popullit Kosovës dhe partive që përfaqësojnë këto vlera, dhe daljes nga kriza tanishme. Jemi në krizë, dhe kuptoni këtë që jemi në krizë, dhe partia e parë nuk ka zgjidhje për krizë. Ka tendencë bllokuese, ne po e ofrojmë dhe po e shohim një rrugë të zgjidhjes drejt kësaj rruge. Dhe zgjedhjet nuk përjashtohen, nëse janë të gatshëm për zgjedhje shkojnë në zgjedhje. Ne tani qartë. Duhet të takojmë së bashkët, takimet individuale nuk sjellin ndonjë zgjidhje sepse është qeveri kombëtare e tranzicionit në kupton që do të jemi gjithë. Pra të kemi qartë qëllimin për çfarë jemi,
çfarë bëjmë për ato pak muaj, si organizojmë zgjedhjet demokratike në Republikën e Kosovës, si rikthejmë demokracinë dhe politikën e mbar Republikën e Kosovës. Këto janë qëllimet e një qeverie të tranzicionit. Për çështje tjera, LDK-s shpeshherë pa vullnet i bie hise që të luajë rolin e një shtytësi të zhvillimeve edhe kurrëzon. Në mbrëmjen e zgjedhjeve kam dalë para jush, kam thënë duam të qëndrojmë në opozitë. Besoni është vështirë me në opozitë, por shiqani nuk po flasim për pozicione, po flas për parime bazike të shpëtimit të gjendjes së tanishme të Republikës së Kosovës. Kërkoj unitet për bashkim dhe kjo është moment historik cilën duhet ta shfrytëzojmë gjithë bashkërisht.